Turshi me speca të përvluara, recetë kjo që ma mësoj nëna ime. Nuk kanë konzervancë dhe ka një shije vërtet mrekullueshme. Kështu që po ju lë recetën e vazhdim. Si fillim kam pastruar specat, i kam hequr farat dhe bishtat, i pastrojmë prap me ujë, mirë dhe i lëm që të kullohen. Në ndërkohë, në një tenxhere mbi zjarr hedhim ujin, uthullën, vajin dhe sekreti i turshive që qëndrojnë gjatë është pikërisht kripa. Unë gjithmonë përdor kripen Euroni, është shumë i pastër dhe me një cilësi shumë të lartë. Në tenxheren me ujë hedhim dhe kripen, shtojmë dhe sheqerin. I përzijmë mirë që të shkrihet kripa dhe vazhdojmë t'i hedhim specat kështu sikur në video. I lëm nga 2-3 minuta derisa të fillojnë të zbuten pak, në temperaturë mesatare. Pastaj, specat i vendosim në përkavanoz të sterilizuar dhe gjatë palosjes i hedhim hudhër të grirë, karota të grira, majdanoz, si dhe me majt e gishtrinjeve i hedhim çdo rand nga pak krejt petrosh. Dhe pasi ti kemi përfunduar të gjitha, i mbushim me ujin e nxehtë. I mbyllim kapakin ashtu sa janë të nxehta pasi bëhet dhe vakumosja atyre. I mbulojmë dhe i lëm ashtu deri te nesërmen. Pastaj turshit i vendosim në një vend të freskët që t'i ruajmë. Recetën e detaje gjeni të shënuar poshtë videos. Mosat që ju kam lënë të shënuar janë për 2 kg gjysëm. Nëse dëshironi më shumë, vetëm shtoni përbërësit. Dhe çka do që të keni të paqartë më shkruani në koment. Nëse i provoni dhe ju bëfshin mirë.